Kjo është çështja që ka varros Adriatik Dhallën. Po të mos kishte deklaruar Dhalla t'ia kishte pushuar çështën, do ishte në punë sot. Do ishte antar i gjykatës lartë sot, ose me një vend tjetër. Dhalla ngriti zonin këtu, foli dhe u dënu. Duhet pyetet çfarë bisedash konkretisht duhet gjetë forma nëpërmjet video call-et e tjerë. Çfarë bisedash ka bërë atëherë dhe pse ka pasur frikë për këtë çështje? Sepse çështja po të ishte para 9 vjetë, se bëhet fjalë për 2015, 2016, edhe pasojat sot dhe vjedhja do ishte më e vogël. Nëse ka vjedhje, do ishte para 10 vjetësh. Edhe vonesat e SPA-ut e ka marrë në 2010, në 2020, domethënë dhe prap e ka kthy. Po janë shumë faktorë. Çka vjedhja aty Karanxha ka? Po ka. Ne nuk e themi do se themi, po edhe e themi burse na kanë vjedhë. Tani duhet pyet Dhalla, çfarë patet dhe sepse ka lidhje të drejtë për drejtë. Sepse personat të cilët kanë shku Dhallës aty kanë qenë të ambasadës aty dhe këta personat duhet pa asistentët e huaj që kanë asistuar gjatë dënimit Dhallës, se ke ato që vinë me makinë, kush janë ata persona, kanë lidhje apo s'kan lidhje, kanë lidhje sot, kanë lidhje me Bangërsin apo jo, se duhet pjetë procesi e timit. Dhe në rast se del shkelje, SPA-ku duhet marrë guximin të ndajë çështën, ta çojë çështën në Shtetet Bashkuara të Amerikës për ndikim palishëm. Pra të ndahet çështja. Qofse një shtetas amerikan bën një vepër penale, ti shkoj edhe atit. Shkoj atje, sepse ne në bazë të Konventës Vjenës, pra në bazë të Konventës Vjenës nuk mund të merret penalisht, ndiqet penalisht një huaj. Por ti në vendin e ndjekjes e vendit e çon. Çon doset, ka shkelje, Dhalla tregoi çka ka ndodhur, nëse është burr, nëse është tri atje. Duhet ta thotë se çka ka ndodhur këtu. Kemi dhe masënej tek ajo që përmeni dhe Nardi, falja e borxheve. Borxhi lind pyetja, kujt janë këto lekë që falen? Janë lekët e xhepit, lekët e mia që të falën ty ose i fal Nardit na lekë në dorë, apo janë lekët e popullit? Atëherë si i falti lekët e popullit? Kush je ti që i fal? Me çfarë tagri i fal? Ti fali lekët e tuaj, le të fali shtëpitë zonja. Fali shtëpinë vet, t'ia fali. Por ti s'mund të falësh pasurinë e popullit. Sepse këto lekë, ky borxh, ky gjyq i fituar për 100 milion nerash, do ishte lekë që do i hiqesh Bangërsit, le të shtoj Bangërsit, kjo të shtoj Bangërsit te shpenzimet. Se quhet shpenzim kjo, një detyrim të shtoj. Ti ke fal borxhin, nëse është e vërtetë, po është e vërtetë. Si s'është e vërtetë, po ne kam letër këtu. Atëherë është e vërtetë, duhet marrë përgjegjësi penale, madje kjo tesh përdorimit të detyrës. Kjo është gjë tjetër, duhet pa çfarë interesi ka pas ky njeri. Është urdhër marrë vin. Urdhër i ministrit. Është e firmosur nga Anila Denaj. Atëherë ky urdhër se shpika ose s'kam duhet marrë, kemi urdhë edhe praktikat, kemi parasysh, kemi urdhën e ministrit se si del ka në zbatim të kompetencave të tij ka urdhër, si është fal ky borxh. Duhet parë dhe rasti 2007-s, heqja e TVSH-s, sepse shohim që kokoshi ka ngel vetëm një thel, hiq njëri, hiq tjetër, tash i kemi një thel të fundit. Edhe këtë pa e hajnë vetë, edhe ne jemi 0-0. Çka ka fituar populli shqiptar nga 21 vjet shfrytëzimi i kësaj? 0 Karanxha. Çfarë mund të themi? Jo, unë them është minus. Është minus, është shkatru ambienti, është shkatru mjedisi, shumë shtëpi janë të prishura, janë shteru puset janë shteruar aty. Sipas një inxhinieri që tha një burim, tha pusi, tha po nuk u mirë mbajt, po s'u mbush ajo sfungjeri që ta shtyhesh prapë, si puni sfungjeri, e shtyhe futë ujë dhe do ta lësh ta marrë ujin vetë. Atë duhet të sa puse janë zhduk. Pra neve jemi minus, ne kemi shkatruar pasurinë tonë. Ato puse nuk janë shfrytzuar, po janë shkatruar. Dhe duhet dali dhe duhet shohim mos bëjnë një falsifikim, ulin numrin e puseve, po këto janë aty se i din njerëzit, por duhen pa hartat se mos bëjnë ndryshime të hartave. Puset janë shumë të rëndësishme. Shteti, miqës kemi fitu gjë, po kemi shkatruar edhe vendin tonë. Është shkatruar ajo zonë. Është zonë që edhe trajtimi mbetjeve e tjera me probleme me ndotje. Se ti ishte shumë më mirë e kishim më fare, çfarë vlerë ka, pse u dha kjo punë? Më mirë mos ishte shfrytzuar fare. Por janë gjithë to rrogat e personave, futja e personave, rritja shpenzime, bëj qok ne që ka arritur. SPA-ku duhet i lejtë sa që është edhe të parashkuar një tender pa lidhje me një fshat që janë prej ca pyje, neve nuk na duhen u dhaj urdhër për ca pyje, pylli millet prapë. Kurse ky është shkatrim i cili duhet me seriozitet. Kjo dosje duhet ndarë çdo këto episod që diskutuam me Nardin, qoftë në vitin 2007, qoftë duhet trajtuar në mënyrë të pavarur pse ka ndodhur. Ndan me fraksione. Ky është pikërisht ndarë me fraksione dhe njerëzit punojnë ta mbarojnë këtë dosje.
Sepse siç e thashë në fillim, është jeta e personit që s'vin më, edhe puna jonë. Tash puna pikën. Ne rrim merremi droga është e treta. Pra në rëndësinë jeta, pasuria e shqiptarëve, droga është e treta dhe trafiqet. Kështu duhet ta kenë si tabela ato kur futen aty në punë, ta kenë me do nisemi. Se ku duhet nisemi. Faleminderit. Edhe sikur këto vepra penale për shkak të kodit procedurës, për shkak të kodit penal të jenë të parashkruara, edhe sikur po them, hetimi duhet bërë dhe duhet çuar në gjykat dhe personat në fjalë duhet të marrin dënim pavarësisht se ata teorikisht, pra, nëse të më falin zoti Gens Ruli që po e përgojoj sonda dhe po e bë protagonist me zor, sepse nuk kam asnjë gjë me të personalisht të hetohet. Por nëse vepra penale për cilën mund të dënohet ish ministri, mund të jetë 5 vjet, dhe ajo vepër penale sot është parashkruar, ka kaluar 20. Spaku nuk do të shkojë, nuk do të eci me këtë lloj qasje. Pra është parashkruar, nuk po merre me këtë. Jo. Hetoje, dënoje, nxirren në publik, sepse këta janë njerëz publik o zotëri. Ta nuk janë njerëz si nuk i një faslagje. Prandaj të duhet të bëhet kjo gjë. Spak e ka bërë këtë në rastin e një biznesmeni tek një dosje politikani. Nuk e morën e tim sepse ishte parashkruar vepra. Po thuaj emrin. Nuk Po nëse pas ka bërë do ta ke bërë publike. Jo. Ah, okay, s'pas ka bërë gjë atë. Informacion. Po s'ka bërë gjë atë. Ta dhash informacion. Nuk ka bërë gjë o zotëri. Edhe një herë po them. E dyta, ti si është e mundur domethënë që ti më thua mua gjatë gjithë kohës që un kam vetëm shpenzime dhe nuk kam fitim, ku ti ndërkohë të paktën deri në vitin 2013, Bankës Petrolin ishte një nga 80 kompanitë në Shqipëri. Po. Një nga 80 kompanitë dhe ishte e renditur e treta ose e katërta, që jepte donacione të qëndrueshme për fondacionin e zonjës Liri Berisha aso kohë. Tani, t'japësh fondacion për bamirësi, për fëmijët me autik. Po, ajo është një gjë që është një vlerëson në duke, sigurisht e vlerëson. Totalisht e vlerësueshme. Pyetja ime është, kur ti je një kompani që jo të ndeshme financiarisht, si mund të japësh donacion për bamirësi? Ti duhet të kesh, të marrësh donacione, e jo të japësh, sepse nuk ka sens ekonomik. Kjo lloj historie që po të cilin po flasim. Dhe e treta, nuk e kuptojnë domethënë, e kuptojnë të paktën ata njerëzit që janë atje në Fier, në Vlorë, në ato rrethina, tek Ballshë, e kuptojnë domethënë që fataliteti i madh që ka ndodhur me nën tokën shqiptare, për ata në veçanti për Shqipërinë në përgjithësi, është i atill saqë sikur neve të kishim arritur të shfrytëzonim vetëm çarekun, jo gjysmën, jo përtej asaj, të gjithë kësaj pasurie, gjatë gjithë këtyre viteve, unë besoj domethënë që ky vend do ishte absolutisht do konkuronte në ana ekonomike vendet të Bashkimit Evropian me kuptimin me fillë fjalës, sepse s'dua ta ngres tekën si punë Berishës në Kor. Si punë e Berishës që thotë jemi këtu me Gjermaninë, apo si punë e këtij zotërisë që thotë domethënë që ç'punë kemi neve, kemi diellën. Pra, mos lëjmë domethënë në dy aludime dua të bëj. Nëse më lejon. Jepi. Spak e pranoj këtë çështje. Mbas 3 herë refuzimi. Bravo. Ka informacione që qarkullon, dhe me Karandri kemi diskutuar. Qeveria amerikane po kërkon të hetoj George Sorosin. Ata kanë nxjerrë. Kanë nxjerrë pra, domethënë i ka quajtur dhe organizat terroriste më duket, për të qenë korrekt në termat. Tani, a mundet që një nga ato pikat e diskutimit në Amerikë të Altin Dumanit, tjetë edhe një këto çështje që na duhet nisi me Sorosin dhe ti bëri një lidhje të bankersit me Sorosin. Jo, nuk ka bëra lidhje kot, është kështu. Është kështu, po pra, të shkon mendje që mund të jetë një porosi sa da amerikanëve kjo tani. E kujt për Altin Dumanin? Jo për Altin Dumanin, për bankersin. A ka lidhje me Sorosin? Merre hetohet tani, se na duhet ta hetojmë. Tani vetëm mund ta fantazoj këtu. Unë bëra një aludim, më thënë mora gjithë një deduksion logjik. Unë nuk e di, unë di të them domethënë që amerikanët për te asaj që juve kishi dëshirë shumë, domethënë që ta vishnit me një lloj aureole Altin Dumanin, se ky i madh i madhërismi, domethënë do ta mbajnë, do t'i japin një se duan dhe mbështesin amerikanët, ishte fakt e thirrën në Amerikë përpara një muaji, jo për ta dekoruar më siç e bëri Blinken.
Po për të tërhequr veshje dhe ka përshtypjen që ja tërheqën veshjen aq fort sa që 3 ditë më vonë të doli ambasadore amerikane këtu, e ngarkuara me punë, se ajo s'është në rolin e ambasadores, dhe të tha faleminderit Altin Dumani, tha po ti, tha tani do zëvendësohesh. Çfarë nuk kupton me këtë tani ti? Që i dhan duart. Që pritet një emër më i fortë se Dumani? Po sigurisht më. Sigurisht që do pritet një emër tjetër. Jo, më i fortë sa se emër Më i tjetër fortë nuk e di më zotëri se a më i fortë apo i bëj dobë. Ti nuk të fort Dumani. Unë dua të fortë institucionin, nuk dua të fortë robin. Njeriu. Njeriu ikën o zotëri. Iku Ismail Qemali, Ahmet Zogu, Enver Hoxha, Sali Berisha, do ikin Edi Rama, do ikin mërë. Këtë të fundi nuk e diti. Edi Rama në? Këtë nuk e di, kështu që. Koha ka treguar që çdo kujt i vjen, por ne do duhet të krijojmë institucione të forta, jo individ të fortë. Ne duhet të heqim nga mendja idenë epoka e këtij apo ishte Altin Dumani, ishte Ben Kraji. Jo më zotëri, jo, është Spaku. Dhe ky si institucion ka vullnet këta 20 prokurorë që janë aty që vërtet të hetojnë ngjarje për të cilat deri para pak kohësh presupozohej se nuk mundet të merreshin në hetim nga edhe të çoheshin në gjykat. Që për mendimin tim nuk është kështu, po gjithsesi, hajde ta gënjejmë prap këtë popullin tonë se aq do. Jo, se ne këtu kemi diskutuar gjithmonë që nëse Spak shkon te Velia arreston, është testi final. Ja e boni, më duket sikur se është testi final. Dhe me thënë ti... Që japim debat për Spakun dhe pyetja, thën kjo tani. Okay. A mundet jemi në termin që nëse Spak nuk e ton Bangersin, nuk ka bërë asgjë, sepse Bangersi, kam pyetje, Bangersi të lidh me nivelet më të larta të qeverisjes 20 vjeçare, 2004, 2024, 2025. Atëherë, nëse do t'i marrësh nga radhë, po të them Bangersi është nish, për shkak të dëmit. Po. Okej. Pastaj unë ty të kam randitur këtu bashkë me Bankersin 15 çështje shumë të rëndësishme për të cilat Spaku minimalisht është në tejkalin të çdo afati ligjor, procedurial. Dhe këtu Ervini është më specialist se unë. Teatri ka filluar në 2020 dhe jemi në 2025-ën. Po. Incineratorët kanë filluar 2017 dhe jemi në 2025-ën. 2017 ka filluar në Spak sepse 2019. Po 2017 ka filluar ata, hetimi dhe pastaj e kaloi Spakut, po të them. 2019 dhe 2025. Eko Parku që të ka kaluar 5 maj, që të ka kaluar po të them veprat të cilat u ka kaluar afati. Megoni Gal. Vepra sterilizimi, check-upi. Pra po të them një tjetër, janë jashtëzakonisht shumë çështje të cilat Spaku o zotëri nderuar, minimalisht është në shkelje të afatit hetimor. Minimalisht po të them. Mos të hysh pjesës tjetër thua, Të paktën kap shkeljen e parë. Dhe se the Velia ti, po, është shumë e vërtetë. Mua nuk më intereson fare po çfarë është në burg Veliaj. Mua ndoshta edhe për brektet shoqes, as më intereson fare. As më nuk merrem fare me të bëj avokatia as aty as kërkujt në botë. Mua më intereson fakti domethënë që ku këtë ky Spaku kur ta marrin një jetim, duhet ta kapin nga koka, jo nga këmbët. Se nuk mund të më thotë mua Spaku që koka inceneratore që ka Alçi Bllako dhe Lefter Koka u burr. Nuk të rrisi gjë. Po mimë nëse të rrit ty pastaj është më beti. Jo, e kam pyetje realisht. Po s'ka se si të më rrio sepse nuk e ka bërë Alçi Bllako dhe Lefter Koka për procedurën e 3 inceneratorëve, o zotëri. Thën ky që the po thua që Spak nuk ka guximin që ta jetojë bankësh deri në fund. Kështu domethënë, ku e përkthej. Okej, deklarata ime është e tillë. Edhe inshallah nuk më del këtë radhë. Bankës do përfutoj si Dobraçi. Faleminderit Karaj. Karanxha. Shkon dot Spak deri në fund këtë çështje. Te Bankersi. Unë them që po u mor seriozisht shkon. Pra nëse duhet prokurorët e Spakut duhet të jenë pak patriot. Domethënë thjesht jo duhet dalin te asaj, domethënë emrat janë të mëdhenj. Por vendit disa gjëra bëhen për vendin edhe patriot. Pra personat që kanë vjedh shqiptarët duhen shkojnë para drejtësisë. Që janë këto janë hapur fare. Falet e borxheve dhe fryet e shpenzimeve, ndërkohë që për shembull po e marr dhe moralisht nga ana morale, pse themi të jemi patriot. Sa naftëtar kanë vdekur nga smundjet profesionale nuk kanë asnjë shërbimi. Sepse fryja e shpenzimeve të Bankersit nuk është bërë për shpenzime shëndetësore
dhe shpenzimet tjera për personat dhe për smundjet profesionale të naftëtarëve. Shpenzimet aty janë bërë për me mush xhepin e njërit apo xhepin e tjetrit. Pra spagu, këtë çështje, për mua është çështje më e madhe se droga. Është çështje më e madhe se ato që vinë me thes nga jashtë vinë në Shqipëri. Sepse drejtimi i lekëve, po të kemi parasysh shijeta, ty të vinë lekët nga jashtë në Shqipëri. Po. Këtu vidhet pasuria e shqiptarëve dhe del jashtë. Më të poshtë janë ata që vjedhin pasurinë. Jo se po justifikojmë të atjet, por rrezikshmëria shoqërore e vidhjes pasurisë shqiptarëve shumë më e rëndë se sa ato që po na bojnë nga trafiku i drogës. Dhe te rëndësia e çështjeve penale, ne do shohim rëndësinë, do të shohim vendin tonë të parin dhe ndërkombëtarët dytën. Jo ndërkombëtarët të parën dhe këta dytën. Lidhe me atë që folëm dhe për Altin Dumani që ka shkuar në Amerikë, po, mendoj që edhe për Fondacionin Soros mund të ketë ndjekjen e këtyre çështjeve. Duhet ndiqen. Siç jeni në djeni, në bazë të ligjit RICO, Fondacioni Soros shpahur, domethënë, po bëhen hetime si për organizatat kriminale të trafikut të drogës. Okay. Dhe bëhet fjalë ka filluar hetimi për 4-5 raste, na ka rezultuar që Sorosi ka financuar edhe Hamasin. Pra, do shifet nga rëndësia, kurse në Shqipëri shumë taksa të amerikanëve nëpërmjet Fondacionit Soros dhe fondacioneve të lidhura me të, nuk dihet se ku kanë përfunduar. Pra dhe këto do shifen. Kurse në lidhje me spagun të bankës, po kthehen prap, spagu duhet ta shohë këtë çështje me seriozitet, sepse janë paratë e shqiptarëve. Pra duhet bëhen të guximshëm, dalin tej atyre 3 kthimeve që e kanë kthyr mbrapsht. Çështjet ndahen janë shumë të qarta. Fryrja e shpenzimeve dhe ne me këtë analizën këtu, domethënë nuk është se po japim mend atyre, por janë fakte, ne po flasim fakte. Këto janë të paktën 4 studio ligjore që domethënë do duhet ja përmend emrin, po kam frikë se u bë reklam. Prandaj s'duhet ja përmend emrin, se janë për të përmendur emrat në negativitetin e tyre po flas. 4 studio ligjore që kanë marrë 6 milion, 4 milion euro, 2.7 milion euro, 1.3 milion euro nga Bankës Petroleum. Po mirë Monard, ku kishe studion tënde? Për konsultim, për këshillim ligjor. Tani kjo këtu është, domethënë, jo të kapësh kokën me do, ta heqësh kokën fare, sepse e di çfarë. E di ti që Bankës për gjatë gjithë këtyre 20 viteve ka pasur drejtori ligjore. Që s'ka nevojë për të pasur studio ligjore. Po çfarë do të studio ligjore? Ka mund të ketë pasur në punë 20 jurist. 20 financier. 200 naftëtar, ku di unë domethënë, po ta them kështu në tani, për çfarë jep ti 6.7 milion euro? Për çfarë thoje? Me qëllim? Për të gostitur thua? Jo. Për çfarë? Për të pastruar sa lek. Po t'i jap ty dhe në ndërkohë nga këto 6.7, 3 do t'i marrësh, 3 do mi japsh. Apo e bëra llogari si luli. 3.7 me 3. Okej? Rrëshkasin gjithmonë 700.000. Gjatë vockle. Pra kjo është historia. Tani këto studiot kanë emër mbi emër më. Janë të zgjut këta më. Kanë qenë ministra më. Ka deputet aty. Ka deputet më, kanë qenë ministra më, të na jepni mend ne. Këto. Paraja të bën që t'ja për shmend. Ti e di shumë mirë. Ke shumë çështje. Ne s'dim edhe mend fare më burr. Jo, unë do thash, ku e kishe studion tënde ligjore se mund t'ishe ti një ndër ata. Por ti je nga ata që nuk do të bëjnë kompromise. E pi kafeni i qete, nuk the kokën mbrapa. Se s'dihet si vje punës. Nga jep të ngel në fyta e copë molle. Dhe kjo ishte mesazh. Të ngel në fyta, më mirë pi kafen për qefi, i ujë pa gaz për qef aty në fresk, se sa ta fishën fresk aty me bankomat e 313. Po. Mendoni se parat mund të kthehen shqiptarëve, ka ndonjë gjë që mund të kthej Bankës Petroleum? A mund të marrin këto para mbrapsht një pjesë? Mos si është Nardë se na kanë vjedhur. Nardë na ka lënë pa kokër lekun në xhep. Dhe për këtë do jemi Ti a kupton që ta zënjeti edhe sikur ta kishin shfrytzuar naftën e Patos Marinës së Ballshit, ky vend domethënë do ishte realisht konkurrues me të gjithë, me Sloveninë. Në qartë. Më kaq, mos më shkoj larg shumë më burr. Më kaq. Akoma sot është një e kam të lagja, po me emër do të thotë, është një inxhinier që punon te bankës. Dhe më shpjegonte historinë e kësaj. Ore thoshte, nxjerrnim 4 për numër, 4 bote dhe këtu shkruheshin 2. Nga vet ai drejtori i madh. I dhe i thoshte, "Ore, po prit më se prodhova 4."
Nuk po dhova 2. Ç'pun ke ti? Nuk e di atë ponte, se s'merr vesh ti. Nuk e ke pa mirë. Hapur. Dhe po flas për ton naft. Për ton, nuk po flas për litra.